Pos një incident, ka ndodhë një rrahje dhe sigurisht është përflitë edhe emri i babait tim, është deklaruar që nga fillimi që është i gatshëm me bashkëpunu dhe që nuk ka asgjë, po provokohet nga njerëz të Albin Kurtit, nga mekanizmat e tij dhe pastaj kemi pa edhe një ngjarje tjetër të hidhur, ku fatkeqësisht është përdorur policia e Kosovës, njësia speciale konkretisht që të tregojnë dhe të demonstrojnë forcën e tyre. Kjo u pa edhe nga qytetarët e vendit që si thyrje e qytetarisë, si rezultat i saj edhe kanë dalë shumë qytetarë me protestu në njëtë natës. Dhe derisa në largua dhe njësia speciale, ku duhet njësia speciale të jep llogari drejtësisë jo partive politike apo partisë pushtet. Prandaj besoj po shihet qartë që Samir Lushtaku pi përgjigjesh ftesës, se që kemi deklaruar që nga fillimi, po derisa s'ka pas ftesë zyrtare, sigurisht që nuk ka pas edhe mundësi me u përgjigj. Ka marrë ftesën zyrtare dhe do t'i përgjigjet shumë shpejt, do të vijë para stacionit policor në Skënderaj.